Shqipëria ishte në koqire e takimit të radhës në kuadër të samitit të Bordobriunit, që mbajtë hënën në Durrës me pjesëmarrjen e liderëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Tema e samitit të sivjetëm ishte angazhimi i përbashkët për të ardhmën së bashku drejt BE-s. Bashkëpunimi rajonal mbetet instrumenti kryesor i integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian. Dhe duhet të vazhdojmë të shkëmbejmë eksperiencat dhe njohuritë tona për të pasur rezultate akoma më të prekshme. Në fokus të diskutimeve është edhe plani i rritjes i Bashkimit Evropian, një paketë prej 6 miliard eurosh që synon zhvillimin ekonomik dhe afrimin e rajonit me tregun e përbashkët të BE-s, para të cilat ende nuk i ka marrë Kosova. Megjithatë, samiti përballi homologët nga Kosova e Serbia. Presidenti Vjosa Osmani tha se Aleksandar Vučić kishte tendencë ta prishte takimin me propagandë politike. Si Kosovë jemi pro bashkëpunimit rajonal, por në të njëjtën kohë do ta mbrojmë interesin ton shtetëror, do ta mbrojmë sovranitetin ton, integritetin ton territorial. Edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha për media gjatë takimit se kishte pasur përplasje me Osmanin kur u diskutua për integritetin territorial. Imagjinoni kur Vjosa Osmani vjen dhe flet për integritetin territorial dhe mbrojtjen e integritetit territorial. Të rrotullohet stomaku dhe të gjithë dëgjojnë dhe tundin kokën. Prandaj unë ja kujtova ditët e saj të turizmit në Kombet e Bashkuara. I urova që të ketë më shumë turizëm në jetën e saj dhe kjo ishte. Në përfundim të punimeve, udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor me unanimitet miratuan një deklaratë të përbashkët të samitit. Në një konferencë të përbashkët për shtyp, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj së bashku me homologët e tij nga Slovenia dhe Kroacia, thanë se në qendër të diskutimeve ishin sfidat aktuale politike dhe ekonomike të rajonit, si dhe domosdoshmëria e integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE. Nisma e Bordobriunit e krijuar në vitin 2013 nga Slovenia dhe Kroacia, synon të thellojë dialogun rajonal dhe të forcojë koordinimin në rrugën drejt Bashkimit Evropian.